shkurta, e ulur në divan bashkë me disa prej banorëve të tjerë, e vëren Benitën në anën tjetër të dhomës duke ngrënë një banane me qetësi. Ajo e kap këtë moment dhe, si zakonisht kur kërkon të bëj humor apo të ngacmoj dikë, fillon të qesh me zë dhe hedh një koment të shpejtë, me një buzëqeshje të gjerë. Shkurta i drejtohet Benitës, haje me kujdes atë bananen, se mos të ngelet në fyt nga ngutja. Duke e shoqëruar fjalinë me një të qeshur të egzageruar që të gjithë e dëgjojnë, banorët e tjerë e kthejnë kokën menjëherë, sepse e dinë që Shkurta ka talent për t'i ngacmuar të tjerët në mënyrë ironike. Disa qeshin, duke menduar se ajo po e bën për humor, ndërsa të tjerë shikojnë Benitën për të parë reagimin e saj. Benita, e cila në fillim nuk e kishte kuptuar që Shkurta po i drejtohej asaj, e ndalon çastin 5 sekonda dhe ngres syt me një shprehje mes habis dhe nervozizmit. Pse po merresh prapë me mua? E pyet ajo, duke u përpjekur të mos reagoj tepër ashpër, megjithse në fytyrë i duket qartë se nuk i pëlqen tallja. Shkurta vazhdon të qesh, duke tundur kokën si për të treguar se nuk e ka seriozisht, po bëj shaka moj, mos u acaro. Thjesht të pash duke ngrënë dhe më erdhi komenti vet, thot ajo me një ton të lehtë, por që duket sikur e bën nga qefi i provokimin. Disa banorë përpiqen të ndërhyjnë, duke i thënë Shkurtës të mos e teproj, se Benita është lodhur nga ngacmimet e saj të vazhdueshme ditët e fundit. Ndërkohë, Benita vazhdon të hajë bananen, por me një reagim të dukshëm të ftohtë, duke u përpjekur të mos i japë më shumë rëndësi komenteve të Shkurtës. Atmosfera në dhomë mbetet e tensionuar për disa sekonda, sepse të gjithë e ndjejnë që edhe një shaka e vogël mes tyre mund të kthehet në një debat të madh në çdo moment. Shkurta, nga ana e saj, vazhdon të qesh me ironi, ndërsa Benita mundohet të ruajë qetësinë, edhe pse ngacmimi e ka prekur.